Unë jam paraqitur me dy punime. Një është krijim imagjinar i një peizazhi të poezisë Kadares pa ty, ndërsa tjetra është një peizazh nga Thethi. Nga Thethi. Berati është një qytet me histori, me kulturë, me gjithë atë bagazhin që artistët e gjenë pa vështirësi, sepse është një qytet që ka rrugicat, ka kalan, ka peizazhin malor, i ka të gjitha që i duhet një piktori. Kështu që është e lehtë për ne që të frymëzohemi kur vim në Berat. Edhe ardhashësit besoj që në këtë qytet të bukur, patjetër që janë të tërhequr nga arti, se s'ka si të jetë ndryshe. Na një grup i madh nga Durrësi, si Buja Lila, Emiona Nako, Arben Kristani, Idris Baldani, Elio Bajrama. Unë jam paraqitur me dy punë në bronzë, nudo në plazh. Pra, këto janë pjesë e një seti që kam unë, gati shumë, edhe vazhdoj në këtë drejtim. Nga njerë, vetë familjen e që bashkëtorë edhe bashkëbujse. Shumë rëndësishme, po nuk të mbështetje familja nuk bën asgjë. Kjo shumë rëndësishme. Atë ardashe, faleminderit Berat. Kur them faleminderit, na ka pritur kur ra tërmeti. 297 familje kanë ardhur në Berat. Një mbipritje e jashtëzakonshme. Pra, biles bashortja ngulte kam qenë me pjesë në respekt të Berat. Pra, është shumë rëndësishme. Berati ka një galeri të jashtëzakonshme. Edhe njerëz shumë të mirë, shumë që na vinë, na respektojnë, na i marrin punën, na i dorëzojnë me shumë kujdes. Ndryshe ndodh në qytetet e tjera. Unë kam marrë me një peizazh nga vjeshtlet deçan nga Kosova, se ma që marrë pjesë në to kolonitë të pikturës, edhe bëjmë një peizazhe kështu të tilla nga kolonitë plenera, i qojmë to me zotin Fatmir Toçi, që është një aktivist i përkushtuar shumë, mas tyre ka shumë vite që merret me këto kolonitë piktore. Dhe merrem me këto punë një peizazh të tillë vjesht. Unë zakonisht merrem me gjithë zhanret e pikturës, me portretin, kompozime, kështu kam punuar gjithë jetën. Kam lëvruar edhe peizazhin edhe vazhdoj tani për kohën që ka ardhur, lëvroj peizazhin shumë, edhe kompozimet edhe portretet. Kaltrina Hoti nga Hoti Kuj. Përndryshe veç dua të them ju dua njerëzit mas parit të Beratit, edhe dua ti them respekt për çdo artist që e pash sot këtu në këtë ekspozitë. Janë të mrekullush. Dhe ju vetë? Unë jam piktore, thjesht kisha dëshirë të vi të lidhem me atë energjinë e artit e Beratit. Ditën e sotme unë kam preferuar të zgjedh një kompozim në Zaje. Dhe jam mbështetur në Vjeshtën e Çajubit, burrat në nije, lozin ku vendojnë, pika që si bie se nga gratërojnë. Dhe po të shikoni, kompozimin është i përbërë me 3 fletë, i realizuar me zajet e lumit, duke vendosur aty një frymë kompozicionale ndryshe nga gjithë piktorët prezent që janë në këtë galeri, që po ekspozojnë punët në këtë galeri. Dhe dua të them që duke u shprehur në 3 pjesë, në qendër janë vendosur 2 burra, të mbështetur në hijen e pendve, njëkohësisht kanë marrë dhe çadrën e vete, që simbolizon përsëri hije për këta burra. Dhe duke pirë e duke biseduar e duke lozur. Në të njëjtin kohë, në 2 fletët anësore, janë 2 gra punëtore të palodhura që në fletën e parë, edhe pse ngarkon gomarin, ajo ngarkohet edhe vetë. Domethënë e kanë sjellë në një frym pak më të egzageruar për të risjellë këtu peshën, punën e palodhur që këto gratë kanë bërë në atë kohë, që Çajubi ka kënduar shumë bukur, i ka bishëtuar shumë bukur. Galeria dhe stafi galerisë ka ndërtuar një raport shumë të mirë, jo vetëm me publikun artashës të qytetit tonë, por edhe me komunitetin e gjallë artistik në gjithë Shqipëri, të dëshmohet dhe pjesëmarrja më shumë se 35 artistëve në këtë ekspozitë. Në ekspozitë ka marrë pjesë artistë të njohur,
të afirmuar, por edhe artistë të rinj, cilët me përpjekjet, me talentin e tyre, janë duke krijuar profilet e tyre individuale në hapësirën artistike. Në ekspozit janë prezantuar punime të zhanreve dhe teknikave të ndryshme. Kjo ekspozit do të qëndrojë hapur deri në datën 14 janar 2026 dhe do të jetë në të njëjtën kohë një ofertë e shtuar kulturore në kalendarin festiv të fundvitit. Koncepti i kësaj ekspozite është që të krijojë një hapësirë të përbashkët ku do ballafaqohen, të vijnë përballë eksperiencat dhe provojat krijuese të artistëve të ndryshëm për gjatë një viti. Në raport me komunitetin dhe publikun që na mbështet, ne mendojmë që vizita e ekspozitës do të ndërtojë një provojë të përbashkët artistike, e cila jo vetëm do të jetë një eksperiencë estetike individuale, por do të ndërtojë, do të forcojë dhe më tepër lidhjet me njëri tjetrin. Kam kënaqësi dhe emocione të qëndroj para jush dhe të deklaroj çeljen e ekspozitës së fundvitit, një prej traditave kulturore të spikatura të qytetit Kondërvite. Muaji dhjetor shënon tradicionalisht një moment ndalese në rrjedhën e vitit. Një kohë e përshtatshme për reflektim dhe për mbledhje të provojave të akumuluara. Në këtë kontekst, ekspozita e fundvitit shpaloset jo thjesht si një ngjarje artistike periodike, por mendoj edhe si një pikë takimi e skemës së bashkëkohore. Kjo ekspozit bashkon mbi 35 artistë nga qytete, breza dhe formime të ndryshme. Adrian Çene, Fatmi Minga, Adriana Buleshi, Artmi Provati, Ricardo Nova Neshati. Dhe ju përshëndes në emër të kryetarit të bashkisë së komuniteta. Këtë nuk jatëm të sigurojë dhe gëzuar të kishpidjet Tani ndodhen karatja, për respektuar.
Të dyja nisën më drejt të sa shme partijë. Ka nisën partijësi. Të gjitha vendit e të doja. Pashko të shka? Apo është për bashkë? Janë në imata. Veni. Besoj. Ja.